Lëvizja studentore në Maqedoninë e Veriut, e cila kërkon mundësimin e dhënies së provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, përgjigj një përkraje të gjerë nga personalitete me ndikim në Shqipëri dhe Kosovë. Dal ngadal kjo iniciativë që në fillim dukej e zbet dhe u akuzua se është politike, tani më përshëndrohet në mobilizim kombëtar. Ish-ministri i punëve të jashtme të Kosovës, Enver Hoxha, theksoi se shqiptarët janë faktor shtetformues dhe se e drejta për përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoni duhet të jetësohet. Po ashtu ish kryeministri i Shqipërisë Pandeli Majko e quajti këtë kërkesë si të drejtën më të vjetër në botë, duke shtuar se askush nuk mund t'i kthejë shqiptarët në të kaluarën e errët të Jugosllavisë. Deputetja shqiptare Jorida Tabaku ju bashkua kësaj mbështetjeje, duke deklaruar se mbrojtja e gjuhës amtare nuk është privilegj, për një çështje e dinjitetit njerëzor dhe e panegociueshme. Nga ana tjetër, politikanët vendas dhe qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut kanë reaguar duke deklaruar se po punohet për një propozim zgjidhje që do të jetë në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe rekomandimet e Komisionit të Venecias. Kryeministri Hristijan Mickovski u ka bërë thirrje studentëve për durim, duke paralajmëruar se zgjidhja do të vijë së shpejti, por pa dhënë asnjë afat konkret se kur do të ndodhë ky ndryshim. Kjo qasje ka rritur dyshimet të studentët, të cilët tashmë kanë paralajmëruar protestën e radhës më 18 maj para urës së Gurit në Shkup. Problemi aktual vlerësohet të jetë më shumë politik se sa ligjor, pasi ekziston një mospërputhje mes institucioneve. Ndërkohë që Inspektorati për përdorimin e gjuhëve dhe Avokati i Popullit kërkojnë harmonizimin e legjislacionit me ligjin për përdorimin e gjuhëve, Ministria e Drejtësisë po e bllokon procesin. Ministri aktual Igor Filkov ka insistuar se ligji ekzistues nuk e lejon mbajtjen e provimit në shqip. Për më tepër, një propozim ligj që do ta zgjidhte këtë çështje ishte gati që në vitin 2024, por ai u hoq nga agjenda e Kuvendit me ardhin e qeverisë së re, duke lënë kërkesat e studentëve në një udhkryq politik.